Për çfarë kthese jemi të fol, do të thonë? Jo. Do të thonë fol me ta çfarë kthese, çka nuk kupton kthes. Kthesë gjysëm hark, gjysëm rrah. Janë dy lloje të kthesave, ose mujta ose djotha, nuk mundesh. Po, di. Po monat me cen. Dimali, bravo Dimali. Po. Me të vërtet thellë e shpjegove. Edhe në ujmani shtë të thellë. Tash mos flasim për oqar. Po e vërtet. Qapë që tash na këni qu prapë në zgjedhje, tash du të më marrë me zgjedhje. Ndoshta Gima nuk do të merret me këtë punë, sepse Gima është duke u marrë me botimin e librave, apo jo Gima. Po disa vëllime që kanë më botu që ta shkove të fundit. Po dalë Një farforë por me ta zbërthy ty holl ku kanë ja botu këtina librat, këtina i ne. Qysh doni me bind votus, më votu? S'kena nevojë me bind atave që në bindën, na veç kena nevojë adin me thonë një farë, me bu një farë fushote, adin si me thonë si përfaqësore, adin që me të regu që po bëjnë a fushot. Për ndryshën na s'kena nevojë me bind, se atave që në bindën, e din ata kush bobaja, kush Baxhanoku, kush djali tezës, kush janë këtu krejta. Shumë e thellë. Shumë e thellë të përgëzoj. Aq po vazhdo kërëm. Përgëzoj sepse po i shpjegon gjërat në mënyrë fantastike. I përgëzum qafsh edhe ti gjithashtu. Edhe atje ishte fellë shumë. Ku? Në ujman. Bravo. Po përmende Gim. Edhe kjo shumë e thellë. Po. Edhe deti, sa ma lartë që shkon aq më thellë është. S'po flasë për oqar. Pra, po e dëgjën. Këto... Ka da në shtupin nuk është. Po e di që s'është. Po se ti mundesh në kod me një, po nuk pret që po mytesh adin për thellësisë, ti mundesh eventualisht me rshit në kod edhe me ro me pacer kërri. Shumë e thellë. Ajo është Shumë e thellë. Do me thonë, shumë akademike. Unë po knosim kur po e dëgjoj, jam tartë. Knatësia është edhe imja, po ashtu kryeministër. Flasim pak për librin, për volumin e librave që janë dediku për... A Gim, po më nëje, po flasim pak. Për çka? Për librat. Çfarë libra? Po më nëje, për librin tonë, pse është titullu... Po, mund të flasim. Por nuk mendoj që keni mjaftuar shumë kohë për të folur, po mundom kështu cekazi diçka në për të. Qa nuk kupton epoka kthesës të kryetarit të Mitrovicës, 2013-2021? Livri do të thotë me titullin Epopeja e kthesave të qytetit të Mitrovicës. Epoka, është epoka. Po, epoka. Epopejave të kthesës së Mitrovicës. Pa epopej vetëm epoka. Po, e vërtet, sepse ne është epoka jonë. A është ashtu? E vërtet. E vërtet. Pra, epoka në epopeja të kthesës së Mitrovicës, ku kemi ndërtuar edhe shkollat të muzikës, ku bashka me kryeministrën Albin Kurthi. Për çfarë kthese jemi të fol, do të thonë? Jo. Do të thonë fol me ta çfarë kthese, çka nuk kupton kthes. Kthesë gjysëm hark, gjysëm rrah. Janë dy lloje të kthesave, ose mujta ose djotha, nuk mundesh. Po, di. Po monat me cen. Dimali, bravo Dimali. Po. Me të vërtet thellë e shpjegove. Edhe në ujmani shtë të thellë. Tash mos flasim për oqar. Po e vërtet.